e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ata thanë vërtetën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj nuk besojmë se prokuroria me këtë qasjen që kishte sot mundet me hull në një forme me relativizu ose qoftë edhe me ull atë fuqinë, peshën e këtyre dëshmive, sepse të ke fundit ata zyrtarë amerikanë që kanë ardhur me dëshmu një gjatë tillë sigurisht që kanë ardhur me lejen e shtetit, të cilën ata edhe përfaqësojnë. Prandaj po besojmë që ato dëshmi nuk ka kush i hull poshtë, e vërteta jonë është ajo. Luftën e kemi bërë bashkë me ta, askush më mirë nuk e njeh ushtrinë shqiptare të Kosovës se sa ata, edhe askush më mirë nuk dim për pastërtinë e UÇK-s më mirë se sa ata, sepse tek e fundit që thash edhe më herët, e kemi themelu ushtrinë shqiptare të Kosovës bashkë me ta. Luftën e kemi bërë bashkë me ta, po ashtu edhe këtë shtet që kemi sot e kemi ndërtuar bashkë me ta. Vlen përmendet deklarata e zotit James Rubin, kur tha që unë kur erdha në vitin 98 në Kosovë dhe kisha kontakte mia, takova zyrtarët e CIA që ishin në Kosovë, një komandant, në këtë rast përmendni zotin Haradinaj, për cilin tha ai veç se kishte edhe më herët kontakte. Do të thotë zoti Ramush Haradinaj veç më herët kishte pas kontakte me zyrtarët e CIA. Ky organizim, kjo kryengritje fillon së bashku me zyrtarët amerikanë, këtë rast me CIA-n edhe struktura të tjera, vende mike që në atë kohë ja kanë dashur mirën këtij vendi apo çlirimin këtij vendi. Prandaj nuk besojmë që fare kanë peshë këto që i tha sot prokuroria në lidhje në raport me dëshmitarët amerikanë.